pa emra, nuk ka nevojë për emra, të tëra dihen. Pjesë e partive opozitare, aleate tradicionale të Partisë Demokratike ishte. Megjithatë kanë të drejtën e tyre, çdo faktor opozitar, çdo parti opozitare që quhen vetëm opozitare, parlamentare ose jo parlamentare, kanë të drejtën e tyre të mendojnë si të duan dhe të veprojnë si të duan, nuk ka detyrim në këtë gjë. Por ama ne nuk duhet jemi të kufizuar se po nuk u bashkua gjithë fronti opozitar, që quhet kushdo që e quhen vetëm opozitar, se opozitar dalin shumë dhe thonë jemi opozitar, por në fakt veprimet që bëjnë nuk janë veprime për opozitari, po janë veprime në dukje për opozitari dhe në ndihmë të pushtetit. Objektivi i secilës prej këtyre partive që ju përmendët, qofshin këto parlamentare apo jo, është i njëjtë me tuajin. Kjo objektivi tyre Rrëzimi Edi Ramës, qeveri teknike. Po pra, dakord, por duhet të koordinohen. Por duhet të koordinohen me Partinë Demokratike, se duan apo s'duan, Partia Demokratike është lokomotiva e opozitës. Duan apo s'duan, Partia Demokratike është ajo që i jep drejtim gjithë opozitës shqiptare. Tashmë kjo është e dukshme, nuk ka nevojë për fjalë dhe për retorik. Kështu që parë në këtë këndvështrim unë mendoj se Partia Demokratike do të vazhdoj fuqishëm opozitën dhe viti 2026 mendoj se do të jetë viti ndryshimeve të mëdha, nuk do të ketë një vazhdimsi. Pak të ndryshimet e mëdha. Çfarë ndryshime shprisni? Çfarë do ndodh zoti Baçi? Tani me protesta ne kemi parë gjatë gjithë viteve që nuk do ndalojnë protestat zonja Çifliku. Nuk do ndalojnë protestat. Do të jenë të shumta në numër, do të jenë të fuqishme, do të jenë të larmishme, nuk do të ketë qetësi ky vend. Tani ka qenë një vit, një protestë që ka sjell rrëzimin e një qeverie. Jo, protesta nuk rrëzon qeveri. Protesta përgatit vendin për zgjedhje të lira e të ndershme. Detyron. Çfarë ka ndryshe këtë herë? Se ju keni protestuar gjatë gjithë këtyre 12 viteve që keni qenë opozitë, keni protestuar. Po se është mbush kupa. Se është mbush kupa dhe nuk mban më. Nuk mban më ujë pilafi. Nuk ka ku të vej më. Kjo situatë ka që rënduar. Edhe qytetarët po të vëshre janë të gjithë tashmë të ndërgjegjësuar për ndryshimin, janë të ndërgjegjësuar për vjedhjen dhe grabitjen e zgjedhjeve të 11 majit. Janë të ndërgjegjësuar se kjo qeveri nuk qeveris, po vetëm vjedh. Janë të ndërgjegjësuar që kjo administrat është e politizuar. Janë të ndërgjegjësuar se shikojnë një administrat që del për të verifikuar dëmet në terren dhe ka dhënë vendosur kriterin e servilizmit ndaj pushtetit, e bërjes laik pushtetit dhe kanë vendosur si kriter që duhet të jesh votues i rilindjes dhe si do vi ky tranzicion, si do vi ky ndryshim? Ja pra, duke detyruar me një rezistencë paqësore të qëndrueshme, me numra të fuqishëm njerëzish në protesta të përhershme, nga më të ndryshme, detyrimin e kësaj qeverie për të dorëhequr për një qeveri teknike, tranzitore, si të duash mund t'ja vendosë me emrin, për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme, që qytetarët të votojnë të pandikuar. Rama nga këto protesta dhe nga ky presion i vazhdueshëm do largohet, do jap dorëheqje? Do detyrohet largohet. Do detyrohet largohet dhe këtë keni për të parë që nuk do të qëndroj dot, nuk do të rezistoj dot furisë qytetarëve, furisë qytetarëve të popullit opozitar, të gjithë opozitës të bashkuar. Ne do ta shohim gjithsesi, kjo mbetet për të parë se çfarë do ndodhë, edhe pse ka një entuziazëm tek demokratët se ky është viti i ndryshimeve të mëdha. E kanë shprehur këtë edhe në këtë studio. Po patjetër, nuk do ndalojnë. Presion të vazhdueshëm nga jashtë. Nuk do ta pranojmë më. Po patjetër, presioni nga brenda, patjetër po të vëshre aferat korruptive. Janë të gjitha aferat korruptive të denoncuara nga Partia Demokratike ndër vite, që shpesh herë analistë të pavarur në thonjza të Partisë Socialiste i thoshin që këto janë prralla, janë shpikje, shpifje të opozitës dhe shpesh herë ka pasur kallëzime për opozitën për shpifje të këtyre gjërave, sot po vërtetohen katërcipërisht me fakte dhe prova nga drejtësia e Edi Ramës. A ka thënë vetë kryeministri që kjo drejtësi është e Partisë Socialiste, këtë reformë drejtësie ka bërë Partia Socialiste, shpatën ja ka dhënë në dorë vetë spakut. Urdhë? Është akoma Edi Ramës kjo drejtësi? Kjo drejtësi gjithmonë ka qenë dhe vazhdon të ndikohet nga Edi Rama, por në momente
shumë të hapura, në momente shumë të dukshme, në momente që nuk ka çfarë bënde kjo drejtësi, tunelit Llogoras, se është e zeza mbi të bardh, 50 milion euro të vjedhura nga Belinda Balluku dhe Edi Rama me një xhiro që bën në Turqi, të denoncuara nga ish zëvendës kryeministri i Edi Ramës, zoti Ahmetaj në ekzil, e denoncuar dhe nga opozita, tashmë janë të vërtetuara. Atëherë, çfarë mund të bënte SPAK-u në këtë proces, në këtë rast? Mundet, kishte mundësi që ta shmangte një tillë, është e pashmangshme zonja Çefliku. Kështu që nuk mund të themi se tani drejtësia, SPAK-u e dikur do ishte i drejt fare, ta kishte bërë vetë të hetim. Absolutisht, se janë organ që hetojnë dhe duhet ta kishin kapur, por jo kur u publikua, u denoncua nga ish zëvendës kryeministri, nga opozita, kur u vërtetua katërcipërisht edhe nga media, po pra, po jo s'funksionon kështu. Jo s'funksionon kështu, nuk funksionon kështu. SPAK-u është organ hetimor, hetojnë dhe kanë indicjet i kanë jo vetëm publike nga politikanët apo nga penduarit, por i kanë edhe nga qytetarët të thjeshtë, po i kanë dhe vetë, nisin kryesisht vetë hetime, duke parë dhe duke marrë informacione në rrugë edhe jo zyrtare. Pra nuk është kjo detyra e SPAK-ut apo e prokurorisë përgjithshme dhe organeve hetimore dhe gjyqësore. Pra kanë të tjera detyra, kanë të tjera burime të marrjes së informacioneve dhe bërjes së punës tyre të saktë dhe të plot. Pra parë në këtë këndvështrim, këto afera korruptive dhe kur kemi gjysmën e qeverisë kemi në burg, deputet që kemi në burg, kryetar bashkisë që kemi në burg, pra mund të bëjnë një grup parlamentar shumë mirë në burg. Ata ishin edhe në burg edhe para zgjedhjeve të 11 majit. Pikërisht pra, dhe po shtohen shumë pas zgjedhjeve të 11 majit në strukturat më të larta. Pra tani kemi vajtur te kryeministri, është e zëvendës kryeministria, mbrojtja që po i bën kryeministri dukshëm është se është vetë Rama brenda, pse nuk bën të njëjtin veprim kryeministri, siç e bëri me Arben Ahmetajn, kur tha që po të isha unë, tha do të kishte punë akoma më keq, tha, dhe detyroi që u largua. Pse nuk e bëri për këtë Ilir Beqen? Pse nuk e bëri për Lefter Kokën? Pse nuk e bëri për Vangjush Dakon? Pse nuk e bëri për shumë të tjerë? Mirë, ju thoni që drejtësia duhet shkojë te Edi Rama. Nëse drejtësia shkon te Edi Rama, është kjo drejtësi e Edi Ramës atëherë? Po çfarë rëndësie ka se e kujtosh në periudhën, pra ka periudha, në periudhën që kjo drejtësi ka bërë çfarë ka thënë Edi Rama, vepronte sipas çfarë thotë Edi Rama. Se s'ka çfarë të bëj, se se mbron dot. Dhe po nuk e mbrojti dot, është e detyruar që do të përballet me të, se gjurmët të shtëpinë të Edi Rama janë të dukshme. S'ka mundësi të na marrë në mbrojtje, nuk ka mundësi. Nuk ka hapësira më, ka shanset zero që të mohoj. Mohohen 50 milion euro të tunelit Llogoras, kush i mohon? S'ka avokati ta marrë përsipër. Pra, është e detyruar. S'ka mundësi pra. Është shumë e thjeshtë situata, dhe këtë po them. Është shumë e thjeshtë situata. Aferat janë kaq të dukshme sa nuk mund të mohohen, nuk mund të mbulohen.